Çdo xhami në Evropë është ambasador I Islamit. Selamu alaikum prap, pikur themelet atje që ke madhështore me ato të këbiret e ozëllorëve, ta shina të hoteli që po një tribune jashtëzakonshme për këtë xhami, ku pritet nga shumë shtetorë nga gjitha vendet e Evropës, po dhe treva shqiptare që të kontribuohet për ndërtimin e kësaj xhamie. Ka shumë ozëllorë, ishte edhe një preft të kryetori komunës e të gjithë. Ajo shkojna ka mërman një kom hapas hapi. Ka pos vend më thonë këtë edhe për fëmijë, me lujt këtë. Më thonë që të pëmbat tribuna. Të gjitha pregaditjet e mbo këtë për sarimin se çfarë përmban ky projekt, pra I xhamis, do të ketë salla, do të ketë qendra për mësime etj. Po vazhdon tribuna me ozëllor ndryshëm, po edhe na po vazhdojna që ndërum xhamat fa projekt. Më thonë gjigant xhami, mi dispizes. Më thonë kulmi një atmosfere fetare, tolerante, pizza d'italiana, ma che cosa è essa? Che cosa è magnifique, dhe më thonë që është fa xhamie. Po thojnë që milion që është, nuk ja di shifrën sakt, po thojnë që milion që është, thjesht do t'jetë qendër edhe për turizëm, por edhe për vizitor musliman nga gjithë bota. Me pizat italisë, te edhe prifti orë, dhe më thonë mu solidarizu. Po shkej që të pa I pengu, po më në me folë me të vogël. Më ronë pas soj xhamie, I ndëru nga mërmadh dhe ju xhamot që po më këshërni, se mos mi u bashurëm këtë në tribunës. 600 metra përgjithsojnë e shkulla e shtremta, cilën e lusim Zotit të drejtohet, e që se di, e aminën u bove nëse, qa që është gjigande, që në bëgjëmot, që në që është fa bukuroshe. Kamerman, veç këshërëm stash, s'po foli. Na të marrim guximin të përkrajim me shpirt. Jena në pauz të kafës, tribuna hala të umojt, shifrat janë të urrit, po pranë me e kam një vllon nga Mitrovica, që po lyp këtë izum? Jam këtu në Itali, në Lecce. Nga e kështë? Lecce, Itali. Itali. 1000 kilometra. 1000 kilometra ke utu me orë sot të? Mashallah, po vesh mi vizitu hoxhallarët e tonë. A orë për hoxhallarë për xhami tash? Edhe për xhami, edhe për pa hoxhallarë më stalat. Që ndjenja me kom kështu? Vallahi ndjenja atjon me shumë emocion, pa shas Zotin. Elhamdulillah që më ka mundsuar Allah me ardh, mi vizitu këta hoxhallarët, edhe për këtë xhami, që e parja herë që marrë pjesë, për shembull që sa tu edhe në temel, apo këdon? Me marrë pjesë në temel xhamis? Po, temel xhamis, pashallah, po, jam shumë emocione, ka deshtë Allah. E kështë, by the way, so I dhe? Wallahi, apo në dhe thona? Ndash të ujë, ndash të ujë. 1000 euro, wallahi, në zemë s'ljavë. Oh my shots! Ma, che cosa è? Da Lecce, eh? Da Lecce. Mamma mia! Ashtë e raport që po merë vesh pjesë në tribunë? Jo, kam qenë edhe disa herë tjera në Boloni, kur u majtë para sa vite, 4 viteve. Kam qenë edhe në Gjermani, se kam shumë familje atje. Kam qenë disa herë, kam marrë pjesë edhe në Gjermani atje. Qështu do kjo organizim për këtë? Mirë, elhamdulillah, shumë mirë. Fani edhe për juve, se për gjitha tu përpjekët që për I bëni ato mundime. Ma kur gjohë si jena pa juve. Po gjithashtë edhe na pa juve. Na pa juve, në me neve, na pa juve, me rëndësi është Zotin që me qeni knauqën. Qashtë. Që është edhe një motër, pranë me nga sa me kilometra ke otu? 1000 kilometra? Pileqës, po. E ti Pileqës? Pileqës, po. Kam ardhur këtu me babin, me motrën, me dhondrin. Edhe jam shumë e kënaqshme. Çfarë ndjenjë është me kohë mesin e muslimanëve, shumë më e shumë mirë, xhallar? është e parja herë për mua dhe shumë e kënaqshëm jam, elhamdulillah. Me të vërtet ishte një kënaqësi tepër e madhe dhe një ndjenjë tepër e veçantë të marrim pjesë në kësi vepra shumë madhore, sikur që është një shtëpi nga shtëpijat e Zotit që ndërtohet dhe
fillohet në emër të Allah subhanahu wa taala. Në këtë vend s'ka pas xhami shqiptare që me i të bu shqiptarët këtë me një vend, por do ta kuptojnë pak me kalimin e kohës, edhe do t'i përgjigjen inshallah gjithë ata që janë përreth, dhe kisha pas dëshirë që edhe pas mos talojnë këtë aktivitet. Mendoj se brenda 4 viteve do të bëhen edhe 40 tribuna si kjo, edhe shumë metoda tjera për me kontribu dhe të realizohet ky projekt shumë madhor. Unë mendoj se kjo xhami mund të jetë një simbol tepër e madhe për shqiptarët këtu, se Italia është veç e lidhet me kombin ton shqiptar, aftën edhe çdo shqiptar le të kontribuoje, domethënë mënyrën që ta ndihmojë identitetin e kombit, po ashtu edhe të fesë, dhe është një trashëgimi për gjeneratat e ardhshme. Inshallah Allahu e realizon këtë. Jam më i lumtur se sa që kom marrë në Pisa. Kom ka 30 vjet që kom marrë në Pisa, jam i gëzuar shumë për xhamin që do bëhet. Nuk di gjë si të themi, kom kënaqësi më të madhe që flasim me gjithë shpirt për i falenderoj edhe Pizanët, komitetin e Pizës, edhe që na dhanë këtë dorë të parë që na bëjë xhamin. Jemi të lumtur, ne si shqiptar kemi një kënaqësi jashtëmase. Falenderojmë edhe Sabriun këtë bendin që na organizimi ju, dhe bravo i qoftë hoxhallarëve që këndarë nga Gjitha treva, po. na kënaqën shpirtin. Jam jashtëmasi i lumtur. Ju falenderoj. Që të kanë dy voglushet shembull. Në nga çam më të bukura që sot këtë tribunë, mrekullueshme, do të thonë e pasuron mas miti. Na janë atë. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mashallah. Që be shambu më të mirë. Shpi kena shambu më të mirë. Që kam përballë vetë Bilbilin. Me thonë vlovi vetë iki, se s'do se me dorë pa kamerën, po kjo guzimtar sa dush. Fa ndjenja është sonte në Piza, ti u tënë diaspor kudo. Po ndjenja që e kishe sonte qashtë. Ishte një ndjenjë shumë e veçantë për këtë program, për tubimin, për me rastin e blerjes xhamis, kalum shumë mirë, kalum çastet mira. A ke emocion se që kjo tribun ka pas shumë xhallar. Besoj nuk e pas kështu 15 veta me kone. A ke ma ndryshe diçka ma siklet? Gjithçka mirë ishte. Në gjemoti thënën që një kong të ademjashorë se një refren që të para shtetarëve nisja. Pa tjetër. Qo adem, qo fat thojnë zonë që të malit dhe bilbilan, qo adem, po thojnë lule të randa filan, qo adem, po thojnë kongët dhe thojnë trimat, qo adem. Gëzema e knoft. Me ka që për përmbyllin kamermanja lodhët të zotit shpërblevt për punën, mundin, sa ki pizat e këtë rem, ka që po të nga pizza Italis. Ate ja bojna një zemër. Po thojnë kongët dhe thojnë trimat, qo adem.